Atëherë, zoti Maliqi, OKB ka bërë një raport për situatën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Mund të na thoni në fakt për çfarë bëhet fjalë konkretisht në këtë raport? Përshëndetje kolege Bora. Po, siç e thatë edhe ju, në Pallatin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, sapo kanë përfunduar punimet e sesionit të 117 të Komitetit për Eliminimin dhe Diskriminimin Racor, ku diskutua edhe për shqiptarët etnik në Serbi. Ky Komiteti i Kombeve të Bashkuara konfirmon shqetësimet që prej kohësh janë ngritur për pozitën e shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në takimin e fundit të Komiteti OKB-s miratoi vërejtje dhe rekomandime drejtuar Serbisë. OKB kritikon Serbinë për diskriminimin e shqiptarëve etnik në luginën e Preshevës, për pezullimin e adresave dhe përgjurë raciste të mediave serbe. Në fillim të këtij raporti OKB-s thuhet se Komiteti i OKB-s është i qetësuar për raportet dhe zbatimit të diskriminues të ligjeve për rezidencë në vendbanimet e qytetarëve, që rezulton me suspendimin e adresave të përhershme të qytetarëve të pakicave kombëtare, veçanërisht të shqiptarëve etnik në jug të Serbisë, që si themi ne luginë e Preshevës, herë në Kosovë lindore. Edhe me qetësuese, sipas OKB-s, është heqja e tyre nga regjistri i popullsisë, gjë që kufizon të drejtat e tyre legjitime për të mbrojtur sipas konventës veçanërisht të drejtave politike dhe civile dhe i pengon ata të rinovojnë, të prolongojnë dokumentet e identitetit dhe pasaporta. Komiteti gjithashtu është i shqetësuar për mungesën e njoftimit me shkrim për individ të regjistruar që i pengon ata të kenë akse në jetë juridike efektive. Komiteti OKB-s i rekomendon Serbisë që ajo për të garantuar dhurimin e gjuhëve të pakicave etnike, përfaqësimit të drejtë të barabartë të grupeve të pakicave etnike në sektorin publik dhe të tjera. Por një rekomandim me mjaft rëndësi është ai që mirëtoj masa për të siguruar bashkëpunimin midis komunave të Këshillit Kombëtar Nacional dhe të ndajë burimet mjaftueshme, njerëzore, teknike dhe financiare për funksionimin normal të Këshillit Kombëtar, në këtë rast atij Këshillit Kombëtar shqiptarëve. Kur është fjala këtu duhet të thuar se diskriminimin ndaj shqiptarëve nuk kufizohet vetëm me aspektin politik, por shtrihet edhe në atë ekonomik dhe financiar, ku Serbia jo vetëm që nuk financon, por edhe pengon financimet, siç është rasti i fundit me miliona euro të qeverisë Kosovës dedikuar shqiptarëve të luginës, të cilat janë bllokuar nga Serbia. E qartë. Në fakt, çfarë efekti do të ketë raporti i OKB? Sa do ta ndryshojë kjo gjendjen e luginës së Preshevës? Domethënë, a do t'i zbatojë më pas Serbia rekomandimet? Ne me Serbinë jemi mësuar sikur me Kosovën në shkruar marrëveshje në Bruksell, por nuk zbaton. Edhe në këtë rast. Efekti i raporteve të OKB-s kundër Serbisë është i shumëfishtë. Duke nisur nga presioni ndërkombëtar që po rritet kundër Serbisë, ku raporti i OKB-s mund të përdoret nga Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës dhe shtetet perëndimore për të kërkuar Serbisë ndryshime, sidomos tash kur ajo pretendon të jetë anëtare e BE-s, që do ta ketë vështirë me këtë gjendje alarmante të luginës, që unë mendoj se rruga e Serbisë për në BE kalon përmes Preshevës. Jo vetëm kaq, Serbia ka përveç problemeve me komunitetin tonë në luginën e Preshevës, ka telashe tjera edhe me vetë serbët, studentët protesta që një vjet e gjysmë, që 2 vite. Ka pastaj probleme me mediume, siç e dini si tjetër reporter sa frontierë, reporterët pa kufi, Serbinë e kanë lënë në fund, domethënë gjendja e mediave në Serbi është më së keqe në Evropë. Bile më mirë, më keqe shumë se Shqipëri dhe në Kosovë. Shkurt, mund të themi se ky dokument, ky raport për luginën e Preshevës i OKB-s është një armë politike dhe ligjore për shqiptarët, me përfaqësuesit shqiptarë në luginën e Preshevës, që mund të përdorin për ankesa ndërkombëtare dhe për dialog me institucionet serbe. Pastaj ndikon edhe negativisht për imazhin e Serbisë, si Beogradi rra gjokë vazhdimisht për konferenca të ndryshme botërore ndërkombëtare si shtet gjoja demokratik që respekton të drejtat e njeriut, por në fakt është e kundërta. Pra raportet e tilla Bora e dëmtojnë imazhin e Serbisë në një fjalë në arenën ndërkombëtare. E vendos bile edhe Bashkia Ndërkombëtare Evropiane do të bëjnë edhe presion diplomatik. Thënë shkurt, ajo është një imazh, një faqe e zezë themi ne për Serbinë.
A ishte ky OKB-s një ultimatum ndaj Serbisë? Mund të themi, sidomos tash kur është në prag të antarësimit të Serbisë në BE, mund ta quajmë ultimatum, që Serbia duhet të mendojë mirë se si të sillet me komunitetin shqiptar në luginën e Preshevës, sepse për dallim nga pakica serbe në Kosovë, shqiptarët në luginën e Preshevës janë të shtypur edhe ndërkombëtarisht, është e palejueshme me këtë presion, me këtë diskriminim flagrant ndaj shqiptarëve etnik. Sepse siç e dini në Kosovë, situata e minoriteteve është shumë e mirë në krahasim me shqiptarët në luginën e Preshevës. E qartë. Kohët e fundit, në fakt, Kosova është përfshirë nga një krizë politike. Sa ka ndikuar kjo gjendje në shqiptarëve të luginës së Preshevës, duke qenë që edhe më parë thatë që ka aprovuar ndihma, por i ka penguar Serbia. Po tani që Kosova është në këtë situatë, më thënë dhe që rrezikohet që edhe këto ndihma që më herët jepeshin të mos të miratohen, ndikon sadopak, më thënë, në përkeqësimin e situatës së tyre. Përgjithësi situata zhvillime në Kosovë, qofshin edhe në Shqipëri, janë shqetësuese edhe për jo vetëm luginën e Preshevës, por edhe neve këtu në diasporë, në Zvicër dhe në Perëndim. Sepse kur është Shqipëria mirë, kur është Kosova mirë, edhe ne jemi mirë. Sa i përket fondeve, kjo çështje e fondeve besoj se do zgjidhet disi me bashkëpunime me ndërkombëtar me Brukselin, ose fundit të qelin Kosova do të hap një kont në Kosovë. Dhe ato tolla të mjete mund të bartet, sepse Serbia ashtu kështu ndihmon serbët në Kosovë. Bile nëse i referohemi reciprocitetit, edhe Albin Kurti, edhe qeveria e Kosovës mund t'ia bllokojë Serbisë. Kështu që mos marr puna aty, Serbia të heqë dorë nga këto lojra politike. Kur është fjala për raportin, mund t'ju themi se ky raport i OKB-s për diskriminimin e shqiptarëve në luginën e Preshevës në një farë mënyrë e konfirmon edhe reagimet dhe kritikat e mëhershme të Këshillit të Evropës, pastaj Bashkimit Evropian nga Brukseli, si edhe nga Washingtoni në adresë të Beogradit, të cilin se kanë reaguar edhe kongresmenët amerikanë. Veç kësaj edhe Shqipëria ka dhënë kontributin e vet në këtë drejtim. E dini që 2 vite, 3 vite ka pasur një reagim edhe presidenti Baran Begaj në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Edhe qeveria e Kosovës, sidomos kryeministri shqiptar Albin Kurti, ka ngritur zërin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe në qendra tjera vendimarrëse për qytetarët e shtypur nga regjimi serb, sidomos në Vjanos, Medveç dhe Preshevë. Sikur në farë mënyre edhe sikur edhe Tirana, zyrtarët të bëjnë pak më shumë në këtë drejtim, sigurisht shqiptarët në Serbi sot nuk do të ishin në një gjendje çfarë është sot, që sipas raporteve ndërkombëtare shqiptarët e luginës Preshevës konsiderohen një ndër popujt më të varfër dhe më të diskriminuar në Evropë. Kjo ka provokuar një egzod të madh, sidomos të rinjve drejt vendeve perëndimore. Një egzod masiv që në fjalorin e diplomacisë ndërkombëtare njihet si spastrim etnik, ashtu si dikur para vitit 1999 në Kosovë. E qartë, pra ju po thoni që Shqipëria nuk ka një rol, nuk po e luan rolin e saj mjaftueshëm për sa i përket si lobimit, ashtu edhe një ndihmese për shqiptarët atje. Është një shqiptarët e luginës janë të shqetësuar një çik me Shqipërinë, nuk kërkojnë asgjë më shumë, jo të ndihmojnë aq sa Serbia ndihmon serbët e Kosovës, sepse ajo ndihmon me 500 miliona, me 300 milion, 400 milion euro në vit i jep pakicës serbe. Na nuk po kërkojmë aq, po ne po kërkojmë nga Shqipëria, do të thonë, shqiptarët e luginës së Preshevës kërkojnë bile ta ndihmojnë luginën e Preshevës, po aq sa ndihmon edhe Kosova. Në aspektin mundet, për shembull, unë kam ndjekur Edi Ramën, kryeministrin, në Davos, për shembull, kam ndjekur në Sloveni, në Bruksel, dhe shumë keq që nuk e përmend kurrëherë luginën e Preshevës. Apo ka frikë nga Vučić, apo ka frikë nga ajo Shqipëria e madhe, nuk di pse heshtin, kjo nuk më duket se nuk është normale, është mirë që përveç ndihma financiare, bile Shqipëria, nëse nuk mundet me ndihmu luginën vëllezërit tanë në luginën e Preshevës në baza financiare ekonomike, bile të lobojnë, ta ngrisin zërin her pas here në këto samite botërore, kaq edhe mjafton për neve, për luginën e Preshevës.
E qartë. Si ishin zhvillimet politike në Kosovë, duke qenë që ishim tek roli tani në përgjithësi, domethënë dalim pak nga roli zhvillimin për shef në Kosovë fatkesisht nuk janë ato çfarë shqiptarët e meritojnë në Kosovë dhe në Ballkan. Me këto lojra politike, me këto inate, me këto kokëforsi, me këtë bajraktarizëm, dhe kështu që shqiptarët po shohin tash janë të vedisuar, si thaj, është tek opozita që ka bllokuar, ka ngulfatur institucionet e Kosovës, ka progresin e Kosovës me këto lojna politike, sepse aty është vetëm se një karrikë për president, nuk i nxet 3-4 sa parti janë 10 parti, nuk janë 10 karrika për president, por është vetëm një. Dhe është mirë që edhe pozita, edhe qeveria e Kosovës, edhe ajo pak do të rriqet të lëshojnë për këtë drejtim dhe ta gjenjë një modus, ta gjenjë një zgjidhje pajtueshmëri që të zgjedhin presidentin, po ja që nuk u zgjodh për shkak bojkotimit nga opozita dhe lista serbe, dhe kështu që po na bie që çdo, si themi ne, çdo pranverë, çdo shëngjerës të mbajmë zgjedhje, kështu që Kosova nuk e ka atë hall, nuk e ka atë luks me bërë zgjedhje çdo 5-6 muaj, për shkak se kushtojnë ato 10 milion euro ashtu, me 10 milion mund ta ngrisim në një fabrikë dhe ta zbusim në varfërim. Dhe një farë mënyre edhe eliminojnë edhe egzodin e shqiptarëve nga Kosova. Kështu që nuk janë lajme të mira këto, ta shohim e presim me 10 qershor, me 7 qershor, çfarë do të ndodh. Po mos harroni megjithatë, ne si diaspor jemi mbrapa për çdo zhvillim dhe ne do ta vulosim të ardhmen e Kosovës. E qartë. Ndërsa përsa i përket, doja të pyesja pak edhe përsa i përket vendimit të Gjykatës së Hagës për ta shtyrë vendimin për në një moment tjetër. Si shikoni zhvillimet në fakt? A është pa drejt kjo përsa i përket i shkrerëve të UÇK-s? Domethënë, normalisht kjo është pyetje retorike sepse e pa drejt është, por do të doja tani një qëndrim tuaj përsa i përket vendimit. Me qenë se kjo shtyrja fatit ka koinciduar me datën e zgjedhjeve, kjo është një çështje që parti politike. Po, sepse më falni që ndërpreva kështë edhe një reagim të zotit Kurthi, që tha që nuk ka lidhje fakti që jemi në fakt në fushat me shtyrjen. Ato nuk, edhe unë mendoj se nuk ka lidhje për shkak se këto qëndrimet gjykatës që për shtyrjen eventuale të verdiktit është folur edhe që 2-3 muaj edhe 5-6 muaj, bile ende pa u shpallë edhe verdikti data e zgjedhjeve me 7 qershor. Kështu që vetëm se partitë tash po bojnë fushata, jo ma mirë me pas shtyje ose me pas qenë këtu, ndoshta i lishojnë, ndoshta se lishojnë, kështu që mvarë që është reflektuar. Por mendoj se kjo është, si që thash, kjo shtyje është për shkak procedurave gjyqësore dhe jo politike, për shkak kompleksitetit të çështjes, ka shumë të akuzuar dhe shumë pika të akuzës, pastaj mira faqe prova, dëshmi dhe dokumente tjera. Në një fjalë gjykata ka nevojë për kohë për të analizuar çdo detaj për një verdikt të merituar. Shpresoj që të jetë pozitiv në favor të Kosovës, të liderëve, domethënë të krerëve të ISHQK-s, sepse neve nuk na konvenon një dënim i liderëve të krerëve të ISHQK-s. Për shkak se unë e kam përcjell Hagën, çdo kriminal që ka qenë atje nga ana serbe, nga koha e gjykatës së Hagës me për Jugosllavinë, me Kalla del Ponte kam pas disa herë intervista, bile në intervistën e fundit ajo thotë se nuk akuzoi unë Hashim Thaçin për trafik organesh. Jo është vetëm shpifje e dikmartit dhe regjimit serb, domethënë në propagandën serbe. Kjo u dëshmua edhe në Hagë, se nuk ishte kur duloj procesi akuza e thanë qartë se ju nuk jeni këtu për trafik organesh. Kështu që shpresoj dhe bile edhe Kalla del Ponte e kompytën për shkak Miloševićit se mos është vrarë, mos është mbytur, helmuar nga serbët, sepse ju e dini Serbia përdor gjitha metodat, vetëm që të mos mbetet në historisë një president i Serbisë u dënua për krime dhe gjenocid. Dhe kjo do të thotë shumë keq për imazhin e Serbisë. Dhe këtu ka dyshime. Edhe Kalla del Ponte më tha, duke qeshur vetëm se i rrulli krahët. Bile asaj nuk i dhem goja me thonë jo, se vazhdimisht, kur kemi biseduar me ta, vazhdimisht u përgjigja edhe me jo, po kësaj radhe i rrulli krahët dhe tha,
nuk di ta zoti Mariçi. Dhe kështu që deshta themte edhe tek ne, tek gjykata kjo speciale për Kosovën, për ish-krerët e UÇK-s neve nuk na konvenon që të dënohen liderët tanë, krerët e ish-UÇK-s, Hashim Thaçi me të tjerët. Dhe shpresojmë se do dalin të pastër dhe t'i kthejnë familjes dhe t'i kthejnë Kosovës. Sepse ashtu kështu edhe në Kosovë ka shumë manipulime me njerisht me gjykatën e Hagës, sidomos me Thaçi dhe ish-krerët duke thënë se do t'i lirojnë këtë javë, do të vinë me 19, do të kthehen, kush do të kthehet, kush do të vinë president, do të vinë politik. Ai Thaçi vetë demantoi në intervistën e fundit për Plan Shqipëria, ku tha se unë nuk e kam ndërmend të merrem me politikë, mos fiksohet askush. Ka dëshirë t'i kthejë familjes vetë, Kosovës vetë, vendit vetë. Kështu që unë edhe kur e komport, unë keq media në Kosovë pak egzagjerojnë me këto ma shumë për lajke të bojnë për përqime, për është edhe një lloj, mendoj se një lloj terrori në psikologjik, sepse Hashim Thaçi, Adri Veseli, Jakub Grasniqi, Zoti Selimi, kanë gra, kanë fëmijë, është që na i mashtrojnë se do të vinë, por ndoshta njësa si lishojnë. Po ndoshta dhe lajmi mirë, ndoshta i din para neve, ata se i lishojnë, inshallah dhe i lishojnë. Po është fjala që mos me manipulu, ne di kur kam qenë Hag, kur e kapën Ramosh Haradinaj, mediat kanë dalë 3-4 herë, kanë dalë se do të lishohet këtë javë, jo që për mujt, jo për Bajram, jo mas Bajrami, jo për Krishtlindja, jo pas Krishtlindja, kështu që ai nuk e lirioke. Dhe mu më dashë si gazetar në gjykatën e Hagës kur isha, u dashë me demantu mediat kolegët tanë. Dhe ka njerë flite se pi bën qëllimisht, a në fakt unë e kisha informacione se nuk e lirojnë. Dhe unë fundit unë e lajmet e mira si cilë gazetar shqiptar, pa dëshirë me lishu, mi botu i pari ekskluzivitetin. Kur janë lajmet mira, myshten si e thëjmë ne, si Hariqin, po nuk ishte ajo fije. Po atë ditë kur u lirua edhe Ramush Haradinaj, edhe Qillova në Hag, dhe dhash lajmin i pari. Kështu që nuk u mashtru familja, sepse unë vetë e di ngërbet, po në zvisën diaspor, shpesh në teme nga njerë edhe unë i gënjeja, për shkak situata nga njerë smusha me shumë për shemë në Lugin, situata në zhvillimi lufta, thojsha për vinë këtë javë, ajo bënd të si theme ne, u bënd të vaj, se pritja djali nga gërbeti dhe nuk shkojsha. E kështu që deshta ta marrë këtë krasim, për shkak se ish-krerët e UÇK-s kanë familje, nuk është mirë t'i mashtrojnë, jo po vinë, jo s'po vinë. Ta presim gjykatën, ta presim verdiktin, me shpresë që do t'i lirojnë në shtëpitë e tyre. E qartë, për të rikthyer sërish pak tek situata në luginën e Preshevës. Situata politike midis shqiptarëve aty si është, janë të bashkuar, janë të përçarë, domethënë ndikon në gjendjen e tyre edhe fakti që mbase mund të mos jenë mjaftueshëm të unifikuar. Na jemi pakis aty. Si në Serbi, po edhe në aspektin kombëtar jemi pakis. Ne shka po shohim në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe ne ka pak u bëjmë ashtu. Përçarje ka, po politikisht ka përçarje, por në aspektin kombëtar janë unik, kur është çështje madhore. Por shqiptarët vazhdimisht janë viktimë e diskriminimit të politikave anti-shqiptare të regjimit fashist serb, që vazhdimisht kanë në shënjestër eksodin, largimin e shqiptarëve. Për shembull, Medvegja ka pasur 4-5 mijë banor, sot ka një autobus. Do me thonë, kanë arrit një sukses të politikave të ish-krerëve serbë anti-shqiptarë, si prej Grashaninit, Deti, Mlunshevicit, kështu me tutje, që ta spastroj luginën Preshevës me Bjanocin e kanë spastru. Tash edhe Bjanoca është në rrezik, kështu që megjithatë Presheva do të është si shumicë. Andaj edhe këta serbet i kanë nejtë punëve gati, këta se herë do kërdo kanë mendu se do të bëjmë këmbimin e territoreve, që është një plan si pas Vučićit e Tiranës, atë plan për këmbimin, kontrimin e territoreve. Kështu që tash Serbia do të arsyet, do të është përshka me ndru me Medvegjen, si që s'ka ati shqiptar këtë Serbion. Edhe kjo procedurë ndrimit të këmbimit territoreve mund të shkojnë ndoshta 5-6 vjet, 10 vjet, derisa edhe të shbarazet të Bjanoca. Kështu që po na mbetet këmbimi vetëm Presheva, kurse Serbia ta merr këtë veriun e Kosovës e pasur me arin. Kështu që prandaj edhe qeveria e Kosovës bëri sovranitetin në Kosovë, në veri të Kosovës 100%. Madje edhe Kongresi Amerikan ka dalë shtëpia ba se nuk ka ndrim të territoreve. Do me thonë ne ta gëzojmë këtë Kosovën që e kemi dhe lugina Preshevës, se sot jo herë do të jetë edhe ajo pjesë e Kosovës,
për shkak se para luftës, para vitit 1999, bora, kemi thonë disa shqiptarë, thoshin se Kosova nuk do të bëhet kur shtet, por jashtë dhe kemi shtet. Edhe sot flitet për Luginë Presheva se kur nuk do të bëhet pjesë e Kosovës. Po besoj se një ditë edhe ajo do të jetë ashtu kështu quhet Kosovë lindore. E qartë. Edhe të shpresojmë në fakt për një bashkim kombëtar. Patjetër, besoj se ashtu kështu është ka ardhur koha historia që të na kthen borxhin neve për shkak të zotimit në disa troje që na është bërë padrejtësisht bora. Unë deshta pak të prekëm edhe mediat në Serbi. Si e kanë komentuar mediat në Serbi në fakt raportin e OKB-s drejtuar Serbisë? Ja, këtu është diskriminimi. Në këtë pyetje, për shembull, pyetje me vend, është diskriminimi te mediat serbe. Nuk e kanë përmend fare. Kjo është domethënë fshehja e realitetit. Kanë censuruar. Natyrisht. Dhe urrejtja dhe racizmi në Serbi, sidomos ndaj shqiptarëve, është një shqetësim tjetër i OKB-s. Politikaj dhe media serbe fyen shqiptarët në baza kombëtare dhe fetare, me zhargonin e epokës së kriminalit dhe diktatorit serb Milošević, si shqiptari, Kosovoj, Metohia, terroristët, shkonin në Shqipëri, madje dëgjojmë edhe kur shohin një femër me shami, thoi shkonin në Turqi, ose shkonin në Arabi, ose ministri tjetër shovenist, është bulin. Ministër është para mikrofonit del, në ekranet televizive del shqiptari. Edhe kjo është shqetësuese për OKB-n dhe komunitetin ndërkombëtar. Veç kësaj, kështu që sipas komitetit OKB-s, gjuha e urrejtjes raciste dhe përhapja e stereotipeve negative kundër pakicave etnike, veçanërisht ndaj shqiptarëve në media, në internet dhe në rrjetet sociale është e papranueshme. Kështu që nuk i konvenon as Serbisë, spari nuk i bën nder vendit vetë Serbia me këto media që janë të ndikuara nga regjimet e ndryshme slave, ruse e tjera që bëjnë propagandë kundër Kosovës dhe Luginës së Preshevës, përgjithësi kundër shqiptarëve. Sot e kësaj dite kemi procese. Kemi procese kundër shqiptarëve etnik, janë për shembull një proces për flamurin pse është në komunën e Preshevës, është një proces tjetër në Bujanot pse kanë nuar flamurin fuqizi për ditën e festës 28 nëntorit në Këshillin Kombëtar. Është tjetër proces pse një xhami e ka vu një minare, ka vu flamurin fuqizi dhe kështu me radhë. Dhe kështu që edhe mediat serbe edhe bashkë me ruse ka edhe ka shumë ka prek edhe mediat në Kosovë, këtë propaganda edhe në Shqipëri, sepse para invazionit rus kriminalit në Kosovë, Serbia, Rusia ka paguar 30 milion euro mediat në Serbi, që ato janë edhe aktuale edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, me qëllim të destabilizimit të Kosovës. Po Kosova, dikush thotë po është stabile, jo nuk është, ka pasën hyrja e terroristëve në Banjska kur ishte. Ja kryer destabilizimit, nxitja. Dhe kështu që po megjithatë bora shpresoj për ditë mira. Në Kosovë është vendi më i sigurt në Evropë, siç u tha dhe vitin e kaluar. Edhe në botë, edhe në të gjitha trojet në fakt ku ka shqiptar. Besoj, shpresoj. Mos kur e kemi një Shqipëri të fortë, edhe një Kosovë të fortë, besojmë se edhe një Luginë do ta kemi më të mirë shumë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj, faleminderit. Faleminderit. Dëgjojmë në intervista të tjera.